Shkodra përjetoi një nga netët më të veçanta të karnavaleve me një paradë unike karrosh alegorike, dritash dhe personazhesh që pushtuan rrugët kryesore të qytetit. Ngjyrat, kostumet kreative dhe energjia e pesëmarrësve e kthyen qendrën në një skenë të hapur feste. Spektakli kulmoi me një mapping show në fasadën e Bashkisë së Shkodrës, ku loja e dritave lëvizse, elementet vizual dhe ritmi i muzikës krijuan një atmosferë magjike që mbajti të mbledhur qindra qytetarë në shesh. Fëmijët dhe të rinjt shprehan entuziazmin dhe gëzimin për këtë përjetim të veçantë, duke e cilësuar paradën dhe shfaqjen si momente të më të bukura të festës. Çdo vit është të bëhet edhe më bukur, edhe shpresoj që të bëhet edhe më bukur. Atmosfera shumë e bukur, çdo gjë perfekt. Shumë më mirë edhe çdo ditë ashtu bëhet më bukur. Venecian gjithmonë janë më të veçantë. Është një super organizim se edhe për një të ri që mund të bëj diçka më të ri edhe më të bukur, edhe pse jam me kalu kohën e lirë që ne mund të kemi. Qysh të kam marrë vjet mos i kam menduar që më ardh karnavalit prep. Me fytyrë qeshun e zemër të bardhë, do të festojmë të gjithë bashkë. Shkodra thot mirë se ke ardhur. Karneval 2026. Karnavalet vazhdojnë të tëshmojnë se Shkodra ditë të bashkojë traditën me kreativitetin modern, duke i dhënë qytetit të ritëm, ngjyra dhe jetë.